Ja se do ta përkufizoja unë dhuntin frymërore, do e përkufizoja kështu. Nëse do ta dish një çik më të thjeshtëzuar, do thoja kështu. Dhuntia frymërore është aftësi e veçantë. Jo vetëm e veçantë, është supernatyrore. Është dhe supernatyrore që Perëndia jep kujt? Vetëm fëmijëve të tij. Nuk është për gjithë botën, është vetëm për fëmijët e tij. Me çfarë qëllimi? Që të lidhemi me njëri tjetrin, që të forcohemi bashkë, edhe që të çojmë përpara planin dhe qëllimin e tij në këtë botë. Shiko, nëse ky është përshkrimi, atëherë i ligu do ta urrej këtë lloj përshkrimi. I ligu do ta urrej këtë lloj gjëje. Nëse është kështu, sepse nuk do që të ndodh, sepse imagjino sikur gjithë krishterët të mobilizohen edhe ta zbulojnë qëllimin e tyre, ta zbulojnë dhuntitë e tyre, edhe t'i praktikojnë. Do bëhet nami për mirë. Do sjellin ndikim, sepse mbretëria e errësirës do sfoglohet dhe mbretëria e dritës ka për të rrit. Ja ta ilustroj kështu. Në dhjetën e vjetër ishte vetëm një grup njerëzish në dhjetën e vjetër që mund të bisedonte me Perëndin, që mund të shërbente Perëndis, edhe ishin nga fisi i Levit. Nuk mund ta bëje këtë lloj gjëje nëse nuk ishe nga fisi i Levit. Nga aty zgjidheshin prefterit, nga aty zgjidhej kryeprefti, nga aty zgjidhen levitët që shërbejnë gjithë vetëm nga ky fisi, edhe ata e sillnin fjalën e komunikuar njerëzve. Por kur erdhi Jezusi, çfarë bëri Jezusi? E hapi për gjithë. Jo vetëm për një fis saktuar, jo vetëm për një grup saktuar. Edhe çfarë bëri? Në një ditë si ajo djeshmja e shtuna, dërgoi frymën e shejtë, e cila ra edhe mbushi çdo person që ka zgjedh Krishtin, që i bie nga ai moment fryma e shejtë. Na ndërmjetëson, na ndihmon neve që të folim drejt për drejt me Perëndin. Nuk na duhet dikush tjetër. Na jep dhuntit e frymës. Edhe shiko, Zoti Jezus zgjodhi njerëz të thjeshtë edhe vazhdon zgjedhë njerëz të thjeshtë. Nuk i ka kështu të caktuar me kategori. Si ishin 12 dishepujt e parë, kush i mamem? Peshkatar, tagambledhës, disa ishin me të shkuar të çuditshme. Njëri ishte kështu qetar, njëri ishte kishin shumë sfonde çuditshme, ama Krishti i zgjodhi këta edhe tha: "Mi këto njerëzit e thjesht, unë do të vej frymën time të shejtë, edhe ata do të dëshmojnë për mua në Jeruzalem, Jude, Samari, deri në skajet e botës." Edhe kështu filloi kisha. Hajde lexojmë disa vargje nga kisha e parë, Veprat kapitulli 2, vargje 17. Pjetri tha kështu: "Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap frymën time mbi çdo mish." Çfarë do mbi çdo mish? Mbi çdo njeri. "Dhe bijtë e tyre dhe bijat e tyre do të profetizojnë, të rinjtë do të shohin vegime, të moshuarit tuaj do të shohin ëndra." Çfarë kuptimi ka? Fryma e shejtë do jetë pa dallim moshe. Të ri, fëmijë, të moshuar, kushdo. Vargu 18. "Dhe në atë ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe të profetizojnë." Çfarë kuptimi ka? Pa dallim gjinie, burr apo grua, edhe kështu filloi kisha. Por, kështu filloi, edhe filloi përsëmari, por pas sa shekush po gjithë çfarë ndodhi. E di çfarë ndodhi? Kisha filloi duke kriju disa fjalë të veçanta për njerëzit që shërbenin në kishë. Kisha filloi duke kthyer si në kohën e dhjetës vjetër. Mamen dhjetën e vjetër që ishte vetëm një grup njerëzish që shërbente në kishë, të vetëm ata mund të shërbenin. Kështu edhe filluan duke i përkufizuar njerëzit, u krijuan titujt kleriku dhe laikët. E di çfarë thot klerik? Vjen nga fjala klerk, ka kuptimin ai që ti të lexoj. Ai që shërben, edhe ishte ai që shërben në kish, prift apo kryeprift apo pastor apo djak apo shërbys, ato janë klerikët. Vetëm ata mund ta bëjnë këtë gjë. Kurse njerëzit e tjerë disi quheshin laik. Laik do të thotë besimtarë që vinë në kish, njerëz që janë vetëm pjesë e kishës. S'dinin lexonin, vetëm vinin, dëgjonin, iknin në shtëpi. Edhe u krijuan këto dy fjalë. Edhe nuk janë në Bibël. Nuk e ka as dhjetë vjet as dhjetë re këto dy fjalë, i krijuan njerëzit për t'i ndarë me kategori. Këtë mund ta bësh ti, po s'mund ta bëj dikush tjetër. Derisa në shekullin 15, kush e di çfarë ndodhi me Martin Lutherin në Gjermani, se kemi dhe një çift nga Gjermania. Ku i kemi edhe çiftin nga Gjermania këtu?
Ne kemi atje një duartëkitje për çiftin nga Gjermania, që do t'i kemi për 1 muaj dhe ja nga ICFM-niu do t'i kemi 1 muaj këtu. Kështu që faleminderit German people që Martin Luteri në Gjermani në shekullin 15 u ngrit edhe tha, pati këtë zbulesën edhe kur e pa në Bibël tha, prit një çik. Ne të gjithë që kemi priftëri, kushdo që ka zgjedh Krishtin që ka prift mbretëror, secili prej nesh mund shkojë t'i drejtohet e të shërbejë në emrin e Krishtit, edhe foli për ato që quhet doktrina priftëria e të gjithë besimtarëve quhet. Të gjithë besimtarët janë priftëri mbretëror edhe mund të shërbejnë. Edhe aty lindi kisha protestante ose kisha ungjillore siç njihet në Shqipëri. Termi ungjillor në Shqipëri e vuri Gjerasim Qerjazi në fund të shekullit 19 dhe prandaj kisha në Shqipëri nuk njihet kisha protestante, por njihet kisha ungjillore. Por Martini tha, prit se nuk që nga vetëm papa, prit se nuk që nga vetëm disa priftëri të rëndësishëm që mund shërbejnë çdo njeri që ka zgjedh Krishtin, edhe që ka frymën e shenjtë brenda tij, brenda saj, mund është i rëndësishëm edhe ka autoritet, mundet të shërbejë në emrin e Jezusit. E bukur apo jo? Por nuk zgjati shumë. Disa shekuj pas vdekjes së tij, kisha shkoi pa gjë ku shkoi. Prap shkoi te rrugët e vjetra. E duke vënë emër njerëzve, këta shërbejnë në kish këta janë të kishës, këto drejtojnë, ne tjerët vetëm shkojmë në kish. Edhe shumë, edhe madje edhe në kishën shqiptare që ka kaq pak tradit, e gjej të rrshkasin në këtë lloj gjëje, që një grup njerëzish janë drejtuesët edhe këta shërbejnë, ne tjerët jo, por nuk e thot këtë shkrimi. Shkrimi thot, ne të gjithë jemi priftëri e shenjtë, priftëri mbretërore, sepse neve të gjithëve na është dhënë fryma e shenjtë. Edhe kur fryma e shenjtë na është dhënë, na janë dhënë dhunti që mund t'i praktikojmë edhe mund. Kështu që kjo ishte pjesa e parë teologjike. Le të shohim parimet, hapat, edhe pastaj të shohim hapet praktik, por le të shohim tre të vërteta. Tre të vërteta që është e para, Perëndia ka thirrur çdo besimtar që të shërbejë njerëzve ose të shërbejë botës përreth tij. Kështu që dua të bëjmë një gjë të veçantë. Nëse më ndihmo me slajdin e radhës, do doja shumë ta thuash këtë duke vendos emrin tënd aty. Un Altini jam prif mbretëror. A do ta vesh edhe ti emrin tënd aty? A do të themi të treshit do ta themi gjithë bashkë. 1, 2, 3. Un jam prif mbretëror. Është shumë e bukur. E di ku e gjejmë? 1 Pjetri 2:9. Siç a thot 1 Pjetri 2:9. Ju, ti, ne jemi fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar me çfarë qëllimi? Që të shpallim mrekullitë e atij që ju thirrri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Sa e veçantë, sa e bukur kjo është shumë unike. Prit kujtoj edhe diçka që mund ta heqë trunin fare. Është diçka shumë e veçantë. Perëndia e kishte caktuar çfarë do bëje ti. E theme zotulët, mos ta ngjoni ju online. Perëndia e kishte caktuar që ti do të marrësh frymën e shenjtë, edhe eksakt çfarë dhuntish do të kesh, e di kur? Që para se të krijohesh e ti. What? Që para se të krijohesh, edhe se të vije në ekzistencë, Perëndia e dinte së pari çfarë do të bëje ti, pastaj të krijoj ty. Hajde shohim Efesianëve kapitulli 2 vargu 10. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira, që Perëndia përgatiti kur? Pritçik. Kur? Që më parë që ne të ecim në to. Që përpara. Ne jemi kryevepra e tij, ne jemi masterpiece. Edhe ai e dinte këtë gjë para se sillte në tokë, do sjell filanin, por filani do ketë këto dhunti, edhe këto dhunti, e do kryej këto gjëra, dhe do të bëj këto gjëra. E dyta, çdo dhunti që jep Perëndia është unike edhe po aq e rëndësishme. Që do thotë,
të gjitha janë të rëndësishme. Nuk është se pastori apo i drejtues është më rëndësishëm apo tjetri që del në skenë është rëndësishëm, ne tjerët që bëjmë shërbesa të tjera nuk jemi të rëndësishëm, jo, çdo dhunti është e rëndësishme. Edhe kur themi lutemi për njëri tjetrin, nuk ka kuptimin që duhet lutet filani sa ti ze lutja më shumë. Në fakt nuk ndodh që dikush ne themi pse, sepse ka fuqi kur lutemi bashkë. Ka fuqi kur mblidhemi dhe lutemi bashkë. Por nuk është se dikujt Zoti ja gjon zëri më shumë se tjetrit, sepse është e njëjta frymë e shenjtë tek çdo person që ka zgjedhur Krishtin. Është e njëjta frymë e shenjtë që mund ta bëjmë lidhjen me Atin drejt për drejt. Romakëve thotë kështu. 12:6. Dhe tani, duke pasur të gjithë dhunti të ndryshme, sipas hirit që na u dha. E di cila është fjala hir këtu? Fjala keris, është ajo fjala fuqia e Perëndis, është sipas fuqizimit hynor që na ka dhënë Perëndia. Ne kemi dhunti të ndryshme, por ne ka dhënë Perëndia, edhe është fuqim hynor nëpërmjet tij, që nuk varet nga ty. Qa do marrësh, qa dhuntie do marrësh apo s'do marrësh, varet nga ai na i ka dhënë të ndryshme. E di çfarë varet nga ne? Nga ne varet a do e përdorim apo jo? A do e zhvillojmë apo jo? Sepse secili që ka zgjedhur Krishtin ka të paktën një dhunti, ose 2 ose 3, por ama në fillim dhuntit që na e Perëndia janë në formën e farës. Tash çfarë shkoda? Më duket të shkoda për mbjell misër apo është mbjell misri? Çfarë shkoda tash bet në i farë me mbjell apo mbjell gjitha? Ja mbjell gjitha. Kështu që imagjino, është koha mbjelljes, është edhe ti e hedh atë farën që është vockël, ama nëse e kultivon, çaj ndodh së farës? Do mbi, do rritet, do fuqizohet, e do jap frute. E njëjta gjë është dhuntit që na ka dhënë Perëndia. Ai na i ka dhënë, po janë si farë që do kultivuar edhe do praktikuar që të fuqizohet edhe që të japi frute. E treta, dhuntit që Perëndia na ka dhënë tregojnë se kush jam me të vërtetë. E di sa e bukur që? Është shumë e bukur, sepse jetojmë në një brez që ka një konfuzion në rritje me identitetin e vet. Nuk e di kush jam, edhe kemi një krizë aq të madhe në këtë kohë, saqë është gjetë edhe emri. Kriza e identitetit quhet disforia. Euforia është ajo energji e madhe, kjo është e kundërta, disforia, se di kush jam, se di çfarë jam. Edhe çuditshme është pse duhet të jetë kjo tashti? Sepse ne jetojmë në kohë që ka ilaçe për çdo gjë, ka terapi për çdo gjë, ka mjekime për çdo gjë, ka shumë gjëra për shumë gjëra, edhe prap jemi në kohët që njerëzit janë më konfuz edhe janë më disforik se në herë tjetër. Edhe nuk e them për të mërzit dikë, sepse ndoshta në njëri mund të ndjehet sot këtë lloj forme. Unë për veten time mbaj mend që këtë lloj forme, këtë lloj ndjesie e kam kaluar kur mbarova shkollën e mesme, kalova një situatë të tillë, sepse nuk e fitova shkollën e lartë, jetoja në Katun, edhe mënyra e vetme për mua për të nga Katuni ishte të fitoja shkollën e lartë. Nuk e fitova. E pastaj ishte, po tash çfarë të bëj? Po tash kush jam? Çfarë të bëj? Me çfarë do merrem? Edhe isha shumë i konfuzuar, kush jam unë, çfarë do bëj unë? Por le të shohim çfarë thot shkrimi, që nuk ka të bëjë me ne, por ka të bëjë me çfarë? Me gjendet, identiteti jon, qëllimi jon gjendet nëpërmjet dhuntive që na ka dhënë Perëndia. Romakëve 12 vargu 3, 4, 5. 3 vargje do lexojmë. Edhe janë të tilla. Romakëve 12 vargu 3. Thotë kështu: sepse për hirit që më është të dhënë, unë i them secilit prej jush, të mos e vlerësoj vetëm më shumë se sa që duhet, por të ketë një vlerësim të përkohur sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Shiko, shkrimi thot mos e vlerëso vetëm më shumë se që duhet, ki vlerësim të përkohur, edhe përgjigja e dur ku gjendet? Vlerësimi përkohur gjendet kur ke masën sipas masës së besimit që Perëndia na ka dhënë, sipas masës së hirit që Perëndia na ka dhënë. Hajde vargu 4, ta shohim çik më thellë. Sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyr dhe gjymtyrët nuk kanë të njëjtat funksion, kështu edhe
ne me gjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Hajde shohim që këto 3 shprehje, vlerësim më shumë i përkor edhe sipas masës. Çfarë thot vlerëson veten më shumë? Kur vlerëson veten më shumë do thot ke këmbvështrimin e gabuar për veten. Edhe kjo është situata kur njerëzit është ndonjëherë është e kundërt, nuk kanë vlerësim fare për veten. Edhe nuk e din as akoma se kush janë, ose kanë vlerësim më të lartë për veten. Në kulturën tonë, Shkodra e thot bukur atë shprehjen kur je në këtë fazë, kush e di atë shprehjen? Ty vetja në qef, e duket si mallkim, duket si kompliment, por në fakt është mallkim, sepse po të hyri vetja në qef, gjithmonë ka fund, jo fort mirë. Edhe kurse e dyta, vlerësimi i përkor është çfarë? Këmbvështrimi i dur i përkor ka kuptimin ke mendsinë e dur dhe je i kthjellët nga mendja. Je i kthjellët nga mendja, edhe është e njëjta fjalë që është përdorur te Marku kapitulli 5, kur Jezusi çliroi dikë të pushtuar nga demonët. Kush e mamen? Ishte dikush i pushtuar nga demonët, Jezusi e çliroi edhe e pastroi atë njeriu, edhe di çfarë thuat kur ai u shërua, di çfarë u tha për të? Ju kthjellua mendja, ose fjalë për fjalë, ishte me mendje të rregullt. Ishte me mendje të rregullt. Ky është vlerësimi i përkor. Ke mendje të rregullt për veten tënde edhe për perceptimin. Edhe tjetra është sipas masës së besimit. Çfarë kuptimi ka? Lejoje Krishtin që të jap këmbvështrimin e duhur për jetën, për veten. Nëse do t'i përmbledhja këto treja, e do t'i parafrazoja këtë Romakëve 12, do ta bëja kështu. Nuk e gjet diku tjetër, është parafrazim i thjesht, nuk është për të më ndihmojnë qik, mos ki këmbvështrim, mos akta. Çu do i përmbledhja këto 3 vargjet? Mos ki një këmbvështrim të gabuar për atë se kush je, por kundrazi, lëret Perëndin të çliroj edhe ta përtëri mendjen. Si bëhet? Duke treguar kush je në të vërtetë edhe për çfarë të ka krijuar. Edhe kur e kupton se përse të ka krijuar Perëndia, konfuzioni largohet. Ti e di kush ka krijuar, përse të ka krijuar.